Kandidati për deputet për Aleancën e Shqipërisë Madhështore dhe PPD1, Petro Gjikuria, ka zhvilluar mbrëmjen e së premtes një takim në Sarandë, në një prej bashkive më të rëndësishme të qarkut Vlorë. Gjikuria në Sarandë i shoqëruar nga kreu i PPD1 Vangjel Dule dhe eurodeputeti Fredi Beleri kanë takuar banorët e zonës në një bashkëbisedim të përqendruar në problematika të jetës së përditshme dhe prezantime dhe diskutim rreth programit të ASHM. Në fjalën e tyre, banorët e Sarandës ngren edhe një herë shqetësimin e pronave të trashëguara, të cilat sipas tyre janë tjetërsuar duke mos mundur t'i gëzojnë. Duke shprehur mbështetje për kandidatin, ata shfaqen bes i plot që Gjikuria dhe ASHM do të ketë fokusin tek zgjidhja e këtij problemi. Unë në 13 ka votuar e Irana, unë ka votuar Dole Shuber, e votuar si Nip Kajmara. Ka shki do radimoj, se është një ka pregëtit. Po ki është anë ki më rrëdë më i keqë, që ka parë historia dhe adhjumja dhe. Nuk e ka ki njëri s'ka. Pra ndaj duhet të bashkojnë ditë bashkë dhe i të keqë. Këtë kancer të pashurushëm. Njërë se varim 70 vjeda bashkë, jemi të lovë. Me ka vrarë papu në Gjermani, me ka vrarë vlari papu, i të rrëj Barban, i të rrëj Gjargjar, 4 vreda. Për ato të troje, edhe unë sot jam i buaj në fshatë. Jo të gjitha që na i morën, por ta sa lanë të bimë një shtëpi, minimale një shtëpi. Në ojtën janë një nga 10 pise të deshme për qeparoj. Taqo Lapa, kryetari Partisë së Lirisë për degën e Sarandës, i bën thirrje mbështetësve të Aleancës për Shqipërinë Madhështore në këtë qytet, që votën e tyre ta hedhin te Petro Gjikuria, si kandidati i cili ka mundësi reale të jetë nesër deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Desha, duke qenë se kam 35 vjet që merrem me politikë. Desha të sqaroj pak nga dy gjëra të shkurtra, jam plotësisht dakord me ato çfarë tha zoti Dule, por për rastin dhe për gjërat në të cilat kemi tani për këtë moment, për të fituar kandidatin e dytë që është zoti Petro Gjikuria, do t'ju lutesha shumë. Dhe gjithë njerëzit që votojnë Aleancën tonë dhe që votojnë Partinë të Drejtave të Njerëzit, do t'ju lutem shumë që të gjejnë pa përjashtim asnjë votë për diku tjetër, vetëm tek Petro Gjikuria. Dhe mundësia është shumë e madhe që Petro Gjikuria të fitojë. Në fund të takimit, një falënderim zemre nga kandidati Petro Gjikuria për të gjithë mbështetësit. Gjikuria, fjalën e tij e mbyll edhe me një premtim, që do të jetë nesër zëri i hallëve dhe shqetësimeve të jetës së përditshme të banorëve të Sarandës dhe jo vetëm. Unë ju falenderoj, do jem zëri juaj në Parlamentin Shqiptar, do ngre problemet tuaja, nuk jam i korruptuar. Jetën e kam reguluar Frederik, erdha këtu vetëm për të ndihmuar, erdha të ndihmoj me gjithë mundësi, nuk kam asnjë pjesë korrupsioni në trupin tim, erdha për ju dhe, ju falenderoj.